Për mua është kënaqësi të rikthem dhe njëherë në lagjin në të cilën u linda dhe u rrita, thjesht pak metra më poshtë tek rruga Elbasanit. Tirana ka ndryshuar shumë që nga koha që unë jam larguar nga ky lagj kur isha fëmijë. Ka shumë kulla, ka shumë pallate, por ka gjithnjë më pak parqe, ka gjithnjë më pak hapësira dhe jo vetëm kaq. Është bërë gjithnjë më vështirë për të pasur një shtëpi në Tiranë. Unë nuk jam vetëm kandidat e Lëvizjes Bashk, unë jam një bashkëqytetare juaja dhe e di po ashtu në kurriz duke parë prindërit e mi se sa të vështirë ka nga pensioni në pension dhe sa të vështirë ka bashkëfushatarët e mi përfshirë dhe unë që të kemi një ditë një banesë tonën dhe se si e shohim që nga viti në vit me çmimet që rriten ëndrat tona për të pasur një shtëpi po shuhen. E shoh në kurrizin tim dhe të bashkëqytetarëve të mi se sa e vështirë është t'ja dalësh me pagën, se sa e vështirë është të jetosh e të mbjetosh në Shqipëri, e sa e vështirë është që në rast se sëmuresh të jesh një hap larg rënimit sepse duhet përfundosh në spitalet private. Edi Rama dhe Sali Berisha vazhdojnë kërkojnë pushtet. Unë kam qenë 4 vjeç kur Sali Berisha ishte ende në pushtet, më pas pak vite më vonë ka ardhur Edi Rama dhe është për të ardhur keq, unë jam 32 vjeç dhe ende do më duhet të përballem me figurën e Edi Ramës dhe Sali Berishës. Dhe ajo çfarë shohim dhe ajo çfarë më mbush me shpresë teksa kemi trokitur në çdo derë gjatë kësaj fushate është se njerëzit kanë ardhur më të fundit dhe askush nuk i beson më premtimet boshe dhe gënjeshtrat e tyre, sepse teksa ata ndërtojnë vila, kulla, pasurohen e jetojnë në luks, ne jemi duke u zhytur në mjerim dhe teksa po jetojmë këto pabarazi të theksuara, jeta jonë po bëhet gjithnjë më e vështirë, por kjo gjë ka një arsye. Nuk është një fatkeqësi, pabarazia nuk është një fatkeqësi e nga qielli, por është një sistem ekonomik dhe politik i cili na shfrytëzon. Dhe ne bashkë sot kemi të gjithë mundësinë, duke qenë se jemi shumica e heshtur, jemi gjithë njerëzit e punës, ata të cilët e pësojmë më shumë se kushdo tjetër, kemi potencialin që ta ndryshojmë këtë gjë. Ndaj u befire, jo vetëm që të votoni për Lëvizjen Bashk, por të angazhoheni seriozisht në Lëvizjen Bashk. Ne gjithmonë e themi që ne nuk duam të bëjmë vetëm politikë elektorale, ne të kërkojmë angazhimin e gjithë secilit prej jush, jo vetëm në këtë fushatë, por edhe pas 11 majit. Pensionistë, punëtor, profesionistë shtresës mesme, biznesmen të vegjël, të mesëm, të gjithë ne që e përjetojmë padrejtësinë në kurriz, do duhet të angazhohemi për ndryshuar këtë gjë bashkë, pasi e reja po lind dhe e reja po lind në çdo shtëpi, në çdo shkallë, në çdo rrugë, në çdo kafene, në çdo rrugicë, dhe bi të gjitha po lind në zemrat e gjithëve ne dhe në zemërimin e të gjithëve për ne.